Çfarë do i thoshe ti Edi Ramës po ta kishe përballë? E ka vënu shumë dërheqe, jo t'japi dërheqe, e ka vënu shumë. Të largohet. Kaq? Kaq. Shumë faleminderit. Mos presim. Çfarë do i thoshi ti ju kryeministrit po ta kishit përballë? Një orë përpara të kishte ikur. Çfarë do të thosha kryeministrit? T'japi dorëheqjen sa më shpejt. T'japi dorëheqjen. Po tiki. Të hikte një orë përpara. Na i kanë nxjerr jetën. Kemi 36 vjet. Isha e re kur erdhi në demokraci, u plaka, po i soj. Do t'ikte një orë më parë, se 45 vjet komunistat na masakruan, 35 vjet këto na vodhën, na përzu nga Shqipëria, kështu që boll nuk shkon më. T'japi dorëheqjen plera. Ik largo. Okej. Ik sa më shpejt. Po ik se s'kemë ça të jep ti vini, largo. Nëse do kishit kryeministrin përballë, çfarë do t'i thoshit? Je një Qërohet nga Shqipëria, ti ikit ja ku i ka, që ti them. Mos ta shoh më me sy, mos e pa dielli atë. Inshallah në burg, i gjithë vjet. Faleminderit.